Nuk do të thotë që eventualisht me ikjen, nëse ndodh, të Edi Ramës, të mund të vi Sali Berisha. Kjo është ëndra më e keqe, që shqiptarët gjithsesi nuk është se e përjetojnë, thjesht dhe vetëm një ushqim që e përdor Sali Berisha për të vetët, për të mbijetuar, është në mbijetesë. Dhe për sa kohë që është në mbijetesë, nuk çuditem fare nga ato se çfarë thot. Madje shoh e fundit për ta mbyllur këtë pjesë, shoh një dyzim, një provë të fortë të paftësisë vet. Kërkon të vjedh pak nga lavdia e Spakut. Qoftë për çështjen e Akshit, qoftë për çështjen e Ballukut, qoftë për këtë çështjen e 2 ditëve të fundit, kontrolleve që Spaku bën, kërkon të ashes të vetëve sikur janë kontribute të tij apo të grupit që ai mbështet. Në fakt nuk është kështu. Kontributi vetëm i Sali Berishës është goditja e sinkronizuar, me thënë të drejtën, dhe me Edi Ramën kundër drejtësisë, sepse ai di vetëm një gjë. Dhe këtë besoj që e di shumë mirë. Një forcim, rritje e autoritetit goditës të Spakut dhe GKK-s nuk do të përjashtoj askënd, as atë. Dhe unë besoj që kjo është mënyra e leximit politik dhe juridik. Besoj që po vjen një lëvizje strukturuar e drejtësisë, e cila do të çojë herët apo vonë, unë besoj që është herët, në një rrëzim të personazheve të vjetra politike që kanë dominuar ambientin politik në Shqipëri.